Të nderuar qytetar, të nderuar gazetar, 100 ditët e para të mandatit të qeverisë së re kaluan në rrethana seriozisht të vështira. Sot situata në Evropë është shumë ndryshe nga ajo që ishte në 17 janar, kur ishte dita e parë e punës së qeverisë së re. Pas goditjet e koronavirusit dhe agresioni kundër Ukrainës, sollën krizën më të madhe ekonomike dhe energjetike që e mbajmë mend. Kjo për ne si qeveri nënkuptonte përgjegjësi të shtuar, por edhe gatishmëri dhe vendosmëri në ballafaqimin me pasojat në ekonominë vendase dhe mbështetjen e qytetarëve. Me këtë rast të udhëhequr nga koncepti ekonomik social-demokrat, duhet t'i drejtojmë para drejt qytetarëve, mbrojtjes së standardit dhe stabilitetit social. Një shtet është i fortë kur kalon sfida apo kohë të vështira pa shkelur vlerat, ligjet dhe themelet mbi të cilët është bazuar. Arritëm të qëndrojmë solidarë dhe të mos lihet anash askush, si dhe të ruajmë stabilitetin dhe qetësinë e përgjithshme të bashkëqytetarëve tanë. Kjo për ne është një vlerë kyç, e shtuar e politikave që ne zbatojmë për qytetarët. Në 50 ditët e para të mandatit, përmes dialogut social e kemi arritur rritjen e pagës minimale në 18.000 denar. 80.000 bashkëqytetarë tanë të cilët më parë kanë marrë 15.200 denar, sot marrin pagë prej 18.000 denarësh. Paga më të larta kanë ata që më parë kanë marrë nga 15 deri në 17.000 denar, kështu që sot numri i përgjithshëm i punëtorëve te i kalon numrin e atyre që janë pozitivisht ndikuar rreth 150.000. Kjo rritje e pagës minimale pasohet nga një periudhë harmonizimit të pagave në të gjithë sektorës, përfshirë pagat në administratën shtetërore dhe publike. Por rritja e pagave në sektorin publik patjetër duhet të shoqërohet gjithashtu me rritjen e produktivitetit dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit. Prandaj, kemi nisur negociatat për hartimin e kontratës të re të përgjithshme kolektive për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, në mënyrë që të arrihet një zgjidhje sistematike për rritje të përhershme të pagave. Rritje kjo që nuk do të varet nga vullneti politik i askujt. Jemi të gatshëm të flasim për zgjidhje të qëndrueshme dhe sistematike, në vend të zgjidhjeve ad hoc, sepse vetëm kështu do të sigurojmë zhvillimin. Kemi punuar me shoqatat e pensionistëve përmes dialogut për një metodologji të re për rritjen e pensioneve. Ne ram dakord për të ashtuquiturin model zvicran, me të cilin pensionet do të rriten 2 herë në vit me një normë që është shuma prej 50% e rritjes së kostës së jetesës dhe 50% e rritjes së pagave. Sipas kësaj metodologjie në shtator do të pasoj një rritje rekord e pensioneve dhe duke ndjekur trendet aktuale ekonomike. Kjo rritje e pensioneve do të ishte rreth 7%. Për të përballur pasojat e krizës ekonomike dhe energjetike, po zbatojmë një pako prej 26 masash antikrizë me vlerë prej 400 milion euro në ndihmë të qytetarëve dhe kompanive. Me masa konkrete kemi arritur të mbrojmë standardin e qytetarëve nga goditjet e çmimeve të shkaktuara kryesisht nga rritja e çmimeve të energjisë. Kemi ulur TVSH-n dhe akcizat dhe tani kemi çmime më të ulët të naftës dhe derivateve të naftës në rajon. Ulëm tatimin mbi vlerën e shtuar nga 5 në 0% dhe kufizuam marzhën e shitjes me pakicë dhe shumicë të produkteve ushqimore basë, gjë që i adolëm të parandalojmë një rritje akoma më të mëdha të çmimeve dhe të mbrojmë sadopak standardin e jetesës së qytetarëve. Efekti i këtyre masave është i dukshëm. Kjo do të thotë me të vërtet kursim për çdo qytetar. Të nderuar qytetar, jemi para një periudhe komplekse, plot sfida. Po për ne si parti dhe qeveri, është vetëm një motiv shtesë. Të punojmë edhe me më shumë përgjegjësi, më të përkushtuar në zbatimin e masave dhe politikave që sigurojnë rritje dhe zhvillim ekonomik dhe përmirësojnë standardin e jetesës së çdo qytetari në vendin tonë. Për herë të parë në vend, po fillojmë të krijojmë një strategji kombëtare për zhvillim, për një afat më të gjatë që do të hartojmë me saktësi potenciale dhe burimet tona që disponojmë dhe të bashkojmë ato me planet tona të zhvillimit për 20 vitet e ardhshme. Ne kemi një vizion të qartë për zhvillimin e këtij vendi, për të mundësuar planifikim racional si dhe efikasitet dhe efektivitet në përdorimin e burimeve. Ju faleminderit.